Zyrën nga e cila drejtoi komunën e Zveçanit për 2 vjet e gjysmë, Ilir Peci e la të gatshme për kryetarin e ri nga lista serbe Dragisha Milović. Peci është bërë kryetari i parë shqiptar në komunën e banuar kryesisht me serb, pas bojkotit që ata i u bën zgjedhjeve të jashtëzakonshme të mbajtura në fillim të vitit 2023. Pak minuta para betimit të kryetarit të ri të Zveçanit, Peci u kujdes që të lërë gjithçka gati për dorëzimin zyrtar të detyrës. Krahas simboleve shtetërore përfshirë këtu edhe disa flamoj të Republikës së Kosovës që lanë në zyrë. Peci tha se kryetarit të ri do t'ja dorëzojnë të gjithë dosjen për punët e planët që janë bërë. Nëse ta e dimë që shka qenë kur e kena morë e edhe çfarë vende për lëmë komunën, do të është një ndryshim shumë pozitiv. Edhe një jetë ku të lëni pozitiv diçka, një punë është shumë mirë. Do të për herë të parë kryetari i një komunës shqiptare, ka unë është edhe krenari, po përmi gjitha është krenari ku mund është me punu pozitiv për shtetin tonë dhe për shtetarë tu. Zyrtarisht këmë prit, këmë ja uruen nëse pranën zyre këtë mandatin e ri. Por pas betimit si kryetar, Dragisha Milović u largua nga objekti i komunës e në zyrë nuk i shkoi Pecit. Në mesditë për pauzë dreke u larguan edhe vetë Peci e zyrtarët e tjerë komunal. Kthimin e tij nga zyrat e listës serbe në Zveçan, pak metra nga komuna, e pritën zyrtarët e listës serbe. Një orë më vonë në komunë u kthye kryetari deri tanishëm. Në objekt fillimisht hynë disa zyrtarë të tjerë të listës serbe e pas tyre edhe kryetari sapo zgjedhur Milović. Raportet me pasardhësinë e tij kryetari deri tanishëm Peci i përshkroi si shumë të mira. Tha se në përputhje me rregullat para dorëzimit të zyrtar të detyrës, atij janë duke u shpjeguar të gjitha veprimet që kanë ndërmarrë në 2 vjet e gjysmë mandat në krye të Zveçanit. Për momentin gjithë që është mirë, raportet janë shumë të mira mes neve, do më honë disa detale jemi të javë shpjeguese, do mos tash për momentin jemi për makina zyrtare, do më honë disa të cilat janë djegë, ma herët janë kallë nga vetë një grupë qytetarë sërbë. Jemi procedura, endes nuk kemi më rrjet dhejtë në nënshkrimi. Do të të si mas gjithat gjasam në nënshkrimi, të pranim dërzimi, do ndot haunën rrës orës 10. Vendosja në zyre e Ilir Pecit, kur u zgjodh në krye të Zveçanit 2 vjet e gjysmë më parë, u patpërcjell me protesta e tensione të shumta, nga të cilat u lënduan pjesëtar të KFOR-it, të Policisë së Kosovës e gazetar.